Për shëndetje me të dashur. Shkojnë në vitën e radhës. Prap. Behrami, sportisti Hashim Faqi. Pas ka dalë me një deklaratë, pas ka thonë, duke akuzu Albin Kurtin, gjë se ky po e zhvendos zyrën e strukturave paralele nga nishin e Mitrovicë. Qemeq. Tash, pyetja eme është me çfarë informate po del, me çfarë dëshmie po del dhe po fol të akuzon kryeministri. Jo, pyetja e dytë është ku prokuroria valla. Prokuroria për këtë dezinformatë me morën pyetje. I vetmi është Kosova që i lejon dezinformata as merr pyetje kërkush kur gjë. Edhe që është demokraci, nuk bën me shpif. Kur të thush diçka, duhesh me dokumentu. Siç për dokumentojmë na, me fotografi, po ta qes fotografin për para, çka ke thonë ti. Në çdo debat. E po tërë po bën dezinformata për kryeministrin, apo presidentin, apo çdo person, të koftë edhe ai civil. Me dalin po dezinformata vetëm për parti. Nuk e di. Nuk e di me që deri ku do me shku kjo. Po, do shohim e do bëjmë. Miqtë të dashur, kjo është e video për sot, mirë po shërbim të radhës.